tani pyetja që kam për ju, e nisim me Sionën, sa të bind logjika e presidentit? E para të do t'jemi fair pra të ndershëm me presidentin. Unë mendoj që do t'jemi të ndershëm me publikun. Të ndershëm fair me presidentin që të përcjellim dhe këndvështrimin e tij e kisha fjalën. Por do t'i themi publiku që logjika e presidentit të Republikës ose logjika e sforcuar e përdorur nga presidenti i Republikës është në përputhje me agjendën e Edi Ramës edhe nuk shkon përtej kësaj. Nuk kam gjetur dhe jam e sigurt që askush përveç Ilir Usmailit që është një jurist shumë i mirë, por në këtë rast është i njohshëm sepse është këshilltari i presidentit, asnjë jurist tjetër që është prononcuar publikisht apo jo publikisht nuk i jep drejt Edi Ramës dhe as presidentit të Republikës që shkuan përpara me agjendën për të caktuar zgjedhjen në Tiranë. Për sa kohë në 115 i Kushtetutës i ka thënë presidentit të Republikës ti dekreton zgjedhje në rast se nuk është ushtruar ankim brenda 15 dite ose në rast se Këshilli i Ministrave është lënë në fuqi edhe nga gjykata kushtetuese, do thotë që presidenti i Republikës ka për detyrë ta lexojë këtë pikë të tretën e 115 Kushtetutës, të verifikojë nëse është bërë ankim në kushtetuese dhe nëse është bërë ankim kushtetuese, të pres vendimin përpara se të jap një datë për zgjedhjet në Tiranë. Pra në këtë rast presidenti i Republikës ka kapërcyer rëndshëm kompetencat, unë e kuptoj që e ka bërë në vazhdim në një sër gjërave të pabëshme që ai ka bërë për llogaritë e Edi Ramës, por ishte një gjë që të gjithë e prisnim në funksion të agjendës së tij të sinkronizuar, të imponuar që kur nuk ka qenë në raport me zotin Rama një president mbi palët. Ka qenë një aksesor më tej i Edi Ramës, kjo ka qenë e qartë që në ditën e parë. Një president si Ilir Meta me 1000 zeza që kishte, nuk do të kishte bërë kurrë këtë. Jam e bindur që edhe Ilir Usmailit, po të kishte qenë këshilltari i presidentit tjetër, do të kishte vepruar se gjithë kolegët e tij. Ne në këtë studio dhe ndoshta edhe në publik zorë se mund ta kesh dëgjuar ndonjëherë që të mbrojmë Erion Veliaj, po ky është drejtësi. Erion Veliaj mund ta humbas në gjykatë kushtetuese çështjen, po lëre ta humbas pas ta çojë Tiranën në zgjedhje. Se çfarë ndodh nëse Erion Veliaj hipotetikisht e fiton drejtën kushtetuese? Do i themi Ogertës shkon në shtëpi se erdhi Erioni prap? Ka dhe një tjetër element që doja të shtoja sepse më doli nga mendja në gjithë të shpjegimin që i bëm procedurave të ndryshme dhe logjikave të ndryshme ligjore dhe interpretimeve, që një presidenti i Republikës është i vetmi autoritet që për çfarëdo lloj arsye mund ta vendosë në lëvizje gjykatën kushtetuese sa herë që dëshiron. Dhe kuvendi, duke qenë në Republikë Parlamentare, nuk e ka këtë të drejtë, ka më të kufizuar se presidenti. Rastet kur pra presidenti e para, nëse kishte një mëdyshje, mund t'i drejtojë dhe t'i merrte një mendim zyrtarisht gjykatës kushtetuese. Dhe e dyta, për të kaluar më pas tek zoti Kikia, presidenti kishte dhe aktin publik dhe të njoftuar nga gjykata kushtetuese që e kishte pranuar ankimimin e zotit Veliaj. Pra caktuar një relator përgjegjës për. Po, pra ideja është që gjykata kushtetuese nëse shikonte që zoti Veliaj nuk kishte të drejtë ta vendoste atë në lëvizje, mund mos ja pranonte fare çështjen, por jo vetëm ja pranoi, pra pa një lloj legitimiteti. Në këtë sens jo vetëm e pranoi, por caktoi dhe një relator për çështjen e zotit Veliaj.